Një ngjarje e rëndë ka tronditur ditën e sotme në Orikumi, ku një konflikt brenda familjes ka përfunduar në vrasje dhe vetvrasje. Sipas informacioneve zyrtare nga policia e shtetit dhe burime hetimore, viktimat janë bashkëshortët Llogora Xhebroi dhe Sose Xhebroi, prindër të dy fëmijëve. Sipas njoftimit paraprak të policisë, çifti ishte kthyer nga Italia për festat e fundvitit dhe prej disa ditësh ndodheshin në Shqipëri. Hetimet paraprake tregojnë se ata ishin të ndarë prej kohësh, por vijonin të jetonin në të njëjtën banesë. Gruaja kishte kërkuar divorcin, ndërsa dyshohet se burri nuk e pranonte ndarjen, çka ka çuar në përshkallëzim të konflikteve mes tyre. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se pas një sherri të dhunshëm në banesë, burri ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes, duke i shkaktuar plagë të rënda. Dyshohet se ai mund ta ketë mbytur gruan me duar. Më pas, ai e ka transportuar drejt spitalit të Vlorës, ku gruaja është paraqitur në urgjencë pa shenja jete. Pas dorëzimit të trupit të pajetë të bashkëshortes në spital, autori është kthyer në banesën e tij në Orikum, ku sipas policisë i ka dhënë fund jetës duke kryer vetvrasje. Familjarët të çiftit kanë deklaruar për grupin hetimor se marrëdhëniet mes tyre ishin përkeqësuar ndjeshëm kohët e fundit dhe ndodheshin në prag të ndarjes përfundimtare. Megjithatë, sipas policisë nuk ishte pasur denoncime të mëparshme për konflikte apo dhunë në familje. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotër e thanave të kësaj ngjarje të rëndë.